Në aspektin politik është një prej koalicione më të bujshme në aspektin lokal, ka qenë koalicioni PDK vetëvendosje PDK në Gjilan. A mund me na thonë se çka ka ndodhur atëherë kur është prish koalicioni? Në atë kohë kur është bë koalicioni, nuk kam qenë për me bë koalicion, me asnjë subjekt politik. Në ballatash kemi qenë marrëveshje me dikon tjetër, pastaj qeverisin e kana formuar me dikon tjetër. Ideja ka qenë që pavarësisht të kundërshtimit të një pjesë të madhe strukturës për mos me një koalicion, sepse di që ideologjikisht PDK-ja dhe VV-ja s'përputhen në kur gjë, edhe kjo dëshmoj edhe 16 mujori i bashkëqeverisjes që nuk kem pas mundësi ide tona, propozimet tona, projekte tona me shtypara, edhe ka ardhur deri në prishje në koalicionit. Pra i bën që me na vetëdijshëm kemi një koalicion që është problem me funksionu, po pavarësisht sfidave që kemi parashikuar e që ka ndalë fatkeqësisht të tilla, ne kemi një rrugtimin ton për me zhblloku Gjilanin nga bllokada e cila po shi që është ka ndodhur pastaj kur është prish marrëveshja. Pra na kena një koalicion për me dhënë kontributin ton me qëllimin më të mirë, kemi afruar profesionalizmin ton, kemi afruar përvojën ton për me ecë para sepse patëm 8 vite qeverisje të LDK-s që e vlerësuam me të drejtë që nuk kanë dhënë ato që është dashur me dhënë 8 vite qeverisje, në investime ka pas ngecje, po ashtu në shumë projekte të mëdha nuk ka pas. Potenciali ka qenë gjithmonë i Gjilanit për me ecë më shumë dhe më shpejt përpara, nuk e dhanë, edhe ne mendojmë që ndoshta me këta ajde një kryetar i ri, me vizion të ri, me shumë premtime, me një kulturë që tregoj kënë debate. Dhe ç'është ishte me punu me vetëvendosin me Albani Hyseni? Është e pamundur. Është e pamundur sepse tjetër natyrë ka në publik, tjetër çka flet, tjetër çka tektaran, po në praktik këtë është ndryshe, e ka të aftësinë e paraqitjes publik si njëri mirë dhe i drejtë punëtor, po në anën tjetër vetë punët të cilat kanë mbet në çdo fushë të pakryme, të papërfundume, tregon që për punë nuk është, për menaxhim nuk është, dhe për punë të mëdha sidomos nuk është, dhe kjo është qenë arsyeja që ne nuk kemi mund me leju që edhe PDK-ja të jetë në një Edhe në qëtë pikë jo personalisht e pas një pas më të lehtë, që me thonë, sepse sot mund e shpeton që kuha më ka dhënë të drejtë. Nëse flasëm për unë mendoj që prapë mirë që kena një koalicion, sepse për 16 muaj ka pas stabilitet. Ama ta që këni qenë kundër atëherë. Po, kam qenë kundër me ju, sepse une e kom marrë degën e PDK-s në atë kohë, rezultatit cili na ka sjell me 5500 vota, në Gjilan që ka qenë gjysma e votave si bazë që historikisht i ka pas PDK në Gjilan, në ramë shumë poshtë, edhe unë nuk e kom lërësu që pjesëmarrja në pushtet në foqizon, edhe fokusi jem në atë kohë ka qenë që të rrim në opozitë edhe të restrukturojmë partinë, gjë që e kena bo, po e kena bo mbasi është prish koalicioni dhe kena ecë në rrugën e duhur.